Ndërsa grupet parlamentare po shqyrtojnë një draft verzion që kanë marrë lidhur me shfuqizimin e qeverisë teknike, kryeministri Mickoski vazhdon të këmbgul se shfuqizimi do të jetë çështje e kryer pas zgjedhjeve të ardhshme, qofshin ato të parakohshme apo të rregullta në vitin 2028. Ja të mos jemi ne ato të këqijt. Themi janë zgjedhjet e ardhshme le të bleje qeveria teknike, do t'i japi mundësi opozitës që të ketë ministra teknik në përresoret, si Ministria e Politikës Sociale, Demografisë dhe të Rinjve dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, ndërsa shtesja në bujqësi, financat dhe tani do t'jetë edhe administrata publike. Tani le të shtrëngohen dhe le të fitojnë në zgjedhje dhe nga zgjedhjet e ardhshme të mos bleje. Unë nuk mund të fitoj për ata në zgjedhje tani. Shfuqizimit të qeverisë teknike, opozita shqiptare nuk do t'jep mbështetje blanko. Zeid Rexhepi nga Fronti Evropian në intervistën për Alsat përmendi 3 kërkesa që i kanë parashtruar në takimin e liderëve, të cilat tha se duhet të merren parasysh, pasi bëhet fjalë për marrëveshje politike ku të gjitha palët duhet të jenë të dakorduara. Ne jemi opozitë, edhe ne duhet të shohim interesin e shqiptarëve nga prizmi i opozitës. Edhe ajo shifet më së miri në momentin kur nesër në qeverinë teknike do të mund të ketë hapësirë edhe opozita. Në të kundërtën, nëse duhet të bëjmë një lëshim të tillë, duhet të ketë lëshim të ngjashëm edhe qeveria. Kjo është pjesë e marrëveshjeve politike, s'ka kushzime, askujt si ka vendu litari në fyt që do e bësh ose jo. Po do marrëveshje në këtë qëndrim e kemi. A për qeverinë teknike, garancë kanë qenë edhe faktorin ndërkombëtar, jo vetëm partitë politike, ato trumpetojnë se me 61 mund ta bëjnë ndryshimin, po le ta bëjnë. Askush si dalë. Kundër shfuqizimit të qeverisë teknike është LSDM, e cila nuk shkoi edhe në takimin e liderëve të thirrur nga Mickoski, ku mes tjerash u diskutua edhe kjo temë. Qeveria teknike ishte rezultati marrëveshjes së Përzhinës për tejkalimin e krizës politike në vitin 2015. Sipas ligjit për qeverinë, një qeveri e re teknike formohet 100 ditë para zgjedhjeve, me kryeministër teknik dhe kuadro të përzier nga pushteti dhe opozita në 5 ministri që janë përcaktuar si kyçe. Kur ministri është nga një parti, zëvendës ministri shtesë është nga partia tjetër dhe anasjelltas. Rasti i tillë është me Ministrinë e Punëve të Brendshme, të Politikës Sociale, Financave, Administratës dhe Bujqësisë.